do të kemi himnin kombëtar pasi Alban për momentin Kosova me atë rregullorën në FIFA-s nuk ka të drejtë timit të tij. Ndoshta do të jetë vetëm himni i FIFA-s, siç ka ndodhur në këto ndeshjet e kaluara miqësore. Kemi vetëm himni shqiptar. Afrohet Kastriot Tusha. Ngrimin këmbë, ta respektoj. Për të nisur gjithçka ka nisur me këtë përshëllim të Lorenzo Eminit me këtë top të parë që i luan përfaqësuesja e Kosovës. Jam njerë këtu në sulmën të kombëtarja e Shqipërisë rrezikshëm nga krau aty të shohim edhe të kemi golin e parë. Nuk ka dot me Mushaj. Me Mushaj ka humbur një aksion mjaft i bukur, shumë i zhvillë. Shikoni Berishën. Ky është një duel shumë interesant. Shikoni sa mirë pritet Berisha. Provon me këtë të djathtë. Berisha që kërcënon Berishën tjetër, ha? Se një Berisha doli nga loja. Dy Berisha kundër njëri tjetër. Kemi dy Berish tani. Top i mirë i Halimit, pozita rregull goditja pret Berisha. Ka pritur Berisha më në vot një aksion i mirë i përfaqësuesit së Kosovës. Nuk Rasti më i mirë. Rasti më i mirë Arbër. Rasti më i mirë demi tani në këtë ndeshje minuta 22, pozita krejtësisht e rregullt. Ndërkohë shohim të aksion të shpejt, të aksion të rrezikshëm të skuadrës Kosovës. Kjo goditje traversa e Mërkim Brahimit. Çfarë mundësie Berisha më pas. Vazhdon aksione që vjen Berisha, finte e tij. Ky topi i larguar më pas nga Elseid Hysaj, çfarë mundësie. Kampionati turk në Mersin luan. Shikoni këtë mundësi shumë mirë të përfaqësuesës tonë dhe vjen kjo goditje e Hysaj. Çfarë ka humbur Elseid Hysaj. Super stopim e mrekullueshme goditja, por duhej pak më poshtë regjistri i asaj të majte, shumë të hidhur. Alban ky ka qenë ndryshimi, nuk ka pasur ndryshim në emra, por ka pasur ndryshim në vendosje në formacionin kombëtar shqiptar. Ne do ndiqim Celinën, e mban topin gjithë Celina, nxjerr një super top dhe pran goli. Me një elegancë të jashtëzakonshme Celina. Minat shpresojnë pjetë me shumë të ardhmet, këtë hyrë me këmbën e mbar, Rej Manaj, 18 vjeçari që luan me Interin. Ndeshja ti e parë me Mushaj, me kokë dhe realizon Rej Manaj. E pabesueshme. E pabesueshme. Topi i parë që preket dërgon në rrjet, ka përshtypjen të kryej vërtet një rekord i gjithë stadiumit këmbë. 10 sekonda Alban nuk dia kaluan. 10 sekonda për sa hyrë. E pabesueshme. Topi i parë, goli i parë. Dhe ka 10 metrash. Ka 10 metrash. Pretje e topit me dorë e Taulen Xhakës. Celina, godet në shtyllë në mërjet. Barazon Kosova, Persan Celina. 1-1. Një më përtash me këngë të mbarë ka hyrë Rejmana, e ka realizuar dhe i ka dhënë start e feste. Rashani, Mithje Rashani, arrin ta mbajë topin mjaft mirë Rashani. Super gol! Elbasan Rashani. Fantastik. Fantastik. Edhe një debat në mëndra Sharvan, sikur se i manajt, edhe këtë pëllon për artë parë, ndërshta pak më shumë u vanua, prej se shnoj parë një gol vërtet i rëndësishëm për të Elbasan Rashani në parë. Nuk e që është edhe Basha, por edhe Ali. I lartë të top. Brenda zonës dhe Rahmani! Amir Rahmani! Barazon rezultatin dhe shkon të festoj të Stoli. Amir Rahmani. Zonë timi ti është në kuptueshëm. Ndërkohë shkojnë çfarë mundësie e ardhë, ndërkohë që vjen me këtë goditje Berisha pranë golit. Çfarë mundësie. Shkojnë çfarë kalimi i mrekullueshëm i Celinës. Celina, Shehi, më pas goditja jashtë e pabesueshme. Shumë pranë fitores. Ishte Kosova me Sulejmanin.
sepse më duket se ndodh 10 sekonda përpara barazim mes Kosovës dhe Shqipërisë në këtë miqësore, në këtë vllazërore mes të dyja skuadrave që mbyllet 2-2